Se politika bëhet më e mirë kur ndjen presionin që qytetarët kërkojnë llogari. Nëse qytetarët ngrihen, nëse qytetarët protestojnë. Nëse qytetarët vetëm presin, po nuk reagojnë, do kesh të lloj raporti politik. Njëri në opozitë që mendon se është padroni i zemrimit të qytetarëve, në tjetri që mendon se është padroni i filozofisë qytetare. Pra, do shkosh në këtë lloj pike. Kulturalisht, se duhet të themi ca gjëra, pavarësisht sa mund të ndikojmë. Ku i ke njerëzit e kulturës? Ku i ke njerëzit? Shiko, ne Ilir, ne gabuam, ne trashëguam një elit të emëruar nga partia. Nuk po kap momentin sot. E kemi trashëgimi kulturore në këtë. Ju thatë një fjalë. Ku i ke njerëzit e kulturës? Ku i ke ato rilindasit tanë, ato që themelun shtetin shqiptar? Po ti ke shumica aktorëve dhe kinaasve që ti ke njohur në studio. Në këto 35 vite kanë mbrojtur filmat e diktaturës pa thënë asnjë fjalë, pa thënë asnjë ndjes. Pa thënë asnjëherë më fal. Madje kanë dashur me marr para, a thuj se i kanë prodhuar vetë filmat, ndërkohë që të paktën ti do thuash, ore, un kam bërë ca filma ku ke gënjur si, do të thënë, para 2 javësh, ku ishte kjo? Më falë, se akoma mbjet vikët kur i thot ai që shokët mund të gënjesh, po partinë jo. Partinë jo. Edhe është njëri që bosi antikomunist sot që ka thonë këtë. Është skenari Fari Balliut. Kjo lajm.